shqiptarëve do ta udhëheqë Sali Berisha si kryetari i Partisë Demokratike apo një lidership i ri i kësaj force politike? Urdhroni? Që ju thoni, pra që do të bëj Partia Demokratike, do e udhëheq Sali Berisha si kryetari i kësaj force politike apo një lidership i ri? Këtë betejë gjerën fitore ai që nisi dhe e bitisi. Do ta bitisi. E murdhvesh. Dhe një pyetje tjetër, zoti Berisha jeni pyetur dhe pas zgjedhjeve të vitit 2023 që shkruat një libër të zi, sikundër e deklaruat edhe sot që do shkruani një libër tjetër të zi, që cili do të jetë rezultati i zgjedhjeve të vitit 2025, Sali Berisha do të respektonte statutin e forcës së tij politike që nisi me rritje me limin që ju keni kërkuar. Janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme të pa lidhura njëra me tjetrën. Beteja për votë e lirë është betejë për votë e lirë, nuk ka gjë në botë që është prevalon mbi të gjitha. Asgjë nuk mund të ndalë Partinë Demokratike në këtë betejë. Ju i pat vetë. Kutit 100%. Kore e Veriu. Blendi Gonxhia. Në Vorë, dëgjojeni pak. Në Vorë 5500 vota. I dyti masti 500 vota. 10 fish më shumë. Këta kanë kthyer korat më të zeza elektorale për shqiptarët. Shqiptarët do të përgjigjen këtyre. Faleminderit.